Benim babam çocuk ise bize söylerdi. Babam nerede Allah'a yalvarırlar, orasına saygı duyur. Onda Allah'ın adı anılır. Demek ki hiçbir dine karşı gelmeyesin. Hepimizi beyni ademsik biz. Bunda önceden Sırplar çok Türkçe konuşuyordular. Ramazan'da çocuklarına ekmek vermezler, sokağa çıksınlar. Derler Müslümanlar oruç tutaylar. Mavi yelek mor düğme hayalim aman. Ne çok girdin gönlüme. Bir dakika görmesem hayalim aman. Kan damlar yüreğime. Bir dakika görmesem hayalim aman. Kan damlar yüreğime. Benim evlenmem ansızın olmuştur. Babam ailelerini tanıydı. Babam dedi ben o aileyi tanıyayım. Tamam babam olsun. Benim kadınımdır Arnavut. Arnavut köyündendir. Ama Allah razı olsun büyük şansım vardı. Çok İslahiye ile düştüm. Çok iyi yaşamıştık hanımımla da. 51 sene doldu. 30'unda 11. ayın. 4 çocuğum var ondan. Ben o zaman aradım şimdi mütebe okuma, devam etme. Ama mümkünümüz yok idi. Sonra babam koydu beni kuntracı, ayakkabı işleme. Ben onu hiç sevmeydim. Hem kaçtım. Bıraktım o zanadı. Sonra bir daha koydu. Yine bıraktım o zanadı. Okul olmadı işletmeciydim. Sonra bakardım dükkanlarda yapmışlar top. İçi boş. Nasıl kalmış onun içi boş? O çok alakadar oldu bana. Ne zaman girdim ben filigrana dediler herkes değildir bu zanadı içine. Ben 2 defa bıraktım kuntracılık zanadını, ayakkabı zanadını. Şimdi buradan şeyler ne derler? Hayırsız bu, tutamayı bir yerde yer. İşin öğrencilerin işlemek çok zordur. Onlar kalmışlar birkaç okuldan gitmişler, başaramamışlar, geldiler oraya. İlk verdiği kurs istiler. Sonra onlardan problem de var idi. Ama hepsini hallettim. Çünkü onlara ben ters davranmadım. İlk kendimi tandırdım, sevdirdim. Onlara inandırdım ki bile hayat gitmez. Ben dedim sizce bir problem. Ama sonra ne zaman gördüm yanlışlıklarımı düzeldim. Siz de düzelirsiniz. Benim işte büyük öğrencim çak babası reddetmiş. Adını hanmayayım. Bugün o Rogaška Slatina'da çak otelleri var. Aradılar atma okuldan onu. Mesela problem yok ne deme. Ne zaman cildi aşırılıktan diye bana ustam yok yüzüm seninle yürüyüşeyim böyle. Dedim geçti o zamanlar. Çünkü bak onu biz ataydık okuldan ne kazanırdık? Ailesine problem, belediye problem. Oldu çok başarılı bir iş adamı. Ya benim günüm kalkarım saat 4'te sabah erken. Biraz jimnastik yaparım. Var ise işim, işlerim, yok ise işim okurum. Bak şimdi bir insan bir şeyi sevdi mi, de la profesyonel orientacija. Onu eğer sen seçmişsen o mesleği seve seve hiç zor gelmiyor. Filigran da lazım olsun terbiyeli bir iş. Göstersin onun güzelliği. Ama millet anlamayı.
Benim için filigran çok değerli bir meslektir. Budur tamam bir architekt zanaatı. Nasıl istersen forma verirsin, onun dizaynını verebilirsin. Sadece isteğin var ise. O kadar güzel şeyler var ki insanlarla aklamaz şey onu el yapmış. Biti ve filigran işleridir %98 el işi. Ya %2'dir makine iş. Onu lazım çok sevmeye da işleyesin. Baş bir gün evde işlerken yapaydım kızım bir kolye unukama, torunuma. Diyeyim ya diyeyim ben, nerede ver ve dayısla zanat? Otururken, içi sobada, içi odada oturursan. Yapaysın. Ne ararsın sen dayısla şu filigrandan? Hiçbir meslek dayısla değildir filigrandan. Ja, na primjer, sa Turčinom, ja mu kažem merhaba, ili sa Albancem, čušije, mirdita, emir, a oni uzvraćaju srpski meni, ili Turčin ili Albanac, uzvraćaju na srpskom, kako si, jesi dobro i ovo. Svaki Bajram, ja sam išao kod drugove na ovo. Kad je Ramazan, čestitanje Ramazana, dođe Bajram, pa kad je kod nas Božić, Uskrs, slave, pa to je, bre, to je po celu noć druženje. To je najveće bogatstvo u jednom čoveku koji tako razmišlja. Najbolje dane svog detinjstva proveo ovde, u ovoj crkvi, oko ove crkve, gore po ovim šumama, Kaljaji, Tvrđavi. I ovo, kad smo ja i žena došli ovde, bilo je malo zapuštena ova naša svetinja. Rešimo da uzmemo da malo počistimo, da posredimo. Onda su postavljena ova vrata sada i onda se dogovorim sa ocem Slobodanom da ja ovde ovu crkvu održavam duhovno, da otvaram kad dođu stranci, da pokažem, da nešto, da im ispričam o ovoj crkvi i tako. Da meni to duševno me hrani. Ovo ovde, ovaj život ovde pored crkve i oko crkve u ovom gradu Prizrenu. Moje interesovanje za taj zanat počinje tako od detinjstva kad sam već imao 10-12 godina, 12-13 godina. Igrali smo se, družili se sa katolicima, sa ovim, tu iz komšiluka i igramo fudbal u bioskop Radnik. Tu je bila jedna kao mesto gde možemo da igramo slobodno fudbal. I odjednom oni prekinu utakmicu, moramo kući. Šta je? Moramo kući da idemo da radimo. Šta da rade? Oni dečaci 12-13, moramo da idemo da radimo. Dobro. I sada dođe katolički Uskrs i oni pozovu nas društvo da idemo kod njih. I odemo mi društvo kod njih na Uskrs. Kada pokažu, evo šta, ja pitam šta radite kad dođete kući. I oni mi pokažu radionicu, 10 stolice, 100, 5 sa jedne strane, 5 sa druge strane, tu ono srebro, ne znam ni šta je srebro, ni šta je, ništa, nemam pojma. Kad, kaže, evo mi ovde radimo. Šta radite? Filigran.
ručni rad. Srebro, od čega? Pokazuju mi neke detalje, neke narukvice, prstenje. Ovo se radi. Nemoguće. Za mene je to bilo tada nemoguće. I tako razmišljam, ja dođem kući. Posle nekog sljedeće subote mi igramo fudbal, kaže mi moramo da idemo kući. Mogu da dođem da gledam? Možeš. I ja dođem i sad pored jednog drugog, njihov otac, sestra, brat, drugi brat, snajka, svi tu za stolom, svi nešto čačkaju sa onim pincetama. Pa onda kasnije daj malo da probam. I onda se otvorila škola ovde u Prizrenu za ovo. I ja rešim kad sam završio osnovnu školu da upišem tu školu filigranstva, gde mi je bio majstor, gde me učio Ismail Lika. On sam sa svojom suprugom, koliko smo se družili mi, tako malo, ja nekad kod njega, on kod mene, ali, kaže, takav majstora da ne radi ništa, kaže, ne ide mi u glavi. Mada i on nema toliko koliko, ali odvojio od sebe 200 grama srebra u materijalu, da bi ja malo počeo da radovickam, da stvaram sebi egzistenciju, malo sitnog alata, malo kad mi treba oko topljenja nešto opet odem kod njega, jer smo mi živjeli i pre 50 godina zajedno i sarađivali i kad sam se vratio, mnogo fino su me dočekao i dan danas sarađujemo i družimo se skoro svakodnevno. Sa i kam nimu ka nimu. Do të thënë i kim nimu njëri tjetrit. Tash nuk i qesin peshore në kanar, nuk i qesim kush kujna ma tepër i ka dhënë. Edhe unë kur kam pas nevojë edhe mu ka gjetë. Me rëndësi është qëllimi i mirë. Me rëndësi me ja dash njëri të mirën. Pa marrë parasysh si e ka emnin, çfarë feje ka, çfarë ngjyre ka, çfarë kombi është. Për mua me rëndësi është njeri me qenë. Nëse ka nevojë me nimu, duhet me nimu. Por nuk mundesh me nimu nëse nuk i lën vetin keq. Edhe është privilegjon sepse Prizreni ka pas gërshëtim shumë kulturave. Nuk kem pas dallime. Kemi jetu së bashku, gjithkush në atë veten e ka majt edhe e ka nderu kulturën e huaj, kulturën e tjetrit, e të komshisë. Domethënë, gjithmonë kemi pas nevojë për njëri tjetrin, edhe kemi jetu mirë. Gjithmonë Prizreni ka qenë shumë tolerant ndaj kulturës tjetër, ndaj traditës tjetër. Edhe gjitha festat së bashku kemi bë. Njërë të njëri atë të tjetri. Ma kanë mu shmenen me nisat atë zanore. Dhe pse nuk e ka pas fort në qef se unë si njëri pak i parahafshëm, pak si i gjallë, pak ma tepër. Nuk mu ka duk së punë e leta e mërën tavolinë, tonë ditën edhe me punu. Po, ko mas kohë, më ka hinë qef kjo punë edhe kam punu. Edhe pse se kam pas, dhe më thonë, familje jeme nuk kanë punu, ta s'kanë punu. Kanë qenë njërës thjesht, katonarë. Po, unë kam punu, dhe më prej 7 nishës, deri sot hala punej.
Se s'ka kush punon. Mu nuk më pëlqen. Se unë tonë jetën 47 vjetë unë punoj me dorë, pa maqina. Mu nuk më pëlqen ajo punë. Pëlqen filigrani. Ka nga gjitha unë ka pak. Edhe është familje, edhe jo një gjenet, edhe është aty se njeri fiton një durim, një qetësi e fiton kur punon. Se duhet me pas qetësi, duhet me pas durim, duhet me pas nerva, për me mujtë me punu. Edhe gjatë punës, ti edhe menon për do gjona tjera. Edhe më dëgjon në radion, për shembull, ose televizionin. Dëgjon këtë botën e ke aty, edhe punon, edhe më dëgjon, ke kohë. Aty është, dhe më thonë, njeri mëson, edhe të punu mëson diçka. Prima poste però. Lupa.